Arritja e një marrëveshje paqeje mes Izraelit dhe Hamasit në Gaza, duket se ka frymëzuar presidentin e SBA-ve, Donald Trump, që të tentojë sërish për një paqe në Ukrainë. Pas 2 muajve heshtje, presidenti Trump tha se po zhvillon një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin me anë të një postimi në platformën e tij Truth Social. Presidenti amerikan deklaroi se telefonata po vazhdon dhe se detajet e bisedës do t'i ndahen botës pas përfundimit të bisedës. Biseda është duke vazhduar, është e gjatë dhe unë do të raportoj për mbajtjen, ashtu si dhe presidenti Putin në përfundim të saj, shkroi Trump. Biseda vjen një ditë përpara vizitës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në Washington, ku ai pritet të bëjë presion për transferimin e raketave me rreze të gjatë veprimit Tomahawk në Kiev. Ky vendim është pritur keq nga ana e Moskës, që ka kërcënuar me kundërpërgjigje në rast miratimi nga ana e SBA-s, pavarësisht se ka kaluar më pak se një orë që kur Trump tha se ishte në telefon me presidentin rus për një bisedë të gjatë, pa asnjë përditësim se kur do të përfundojë ajo. Kujtojmë se dy udhëheqësit kanë folur për herë të fundit më 18 gusht në telefon, e cila u parapri nga samiti i tyre dypalësh i organizuar me nxitim në Alaska 3 ditë më parë. Trump ka zhvilluar disa telefonata të gjata me Putinin, që kur u kthye në shtëpinë e bardhë në janar, dyshja foli për 90 minuta në shkurt rreth paqes në Ukrainë, lindjes së mesme dhe energjisë. Një tjetër telefonat në mars zgjati 2 orë dhe çoi në rënien dakord të Putinit për të ndaluar sulmet ndaj objektivave energjetike të Ukrainës për 30 ditë. Ata diskutuan gjithashtu për bashkëpunimin në rritje midis ambasadës së SBA-s dhe Rusisë dhe çështjen bërthamore iraniane në qershor. Në korrik, Trump tha se nuk ishte bërë asnjë përparim me Putinin pas një telefonate në lidhje me Ukrainën. Jam shumë i zgënjur nga biseda ime me presidentin Putin. Nuk mendoj se ai dëshiron të jap fund konfliktit, u tha ai gazetarëve.